Më shpejt zë ti meshkuj aty brenda se mua që më zëgjumi, i tha Leonora Jakupit Dolçes. E kjo të regon se Leonora pas ka fjetur vetëm njëherë që nga fillimi i Big Brother VIP Kosova 4. Ndoshta nuk për zëgjumi sepse është duke e përcjell Big Brotherin natë e ditë. Nesa, në debatin me Dolçen dhe limin të prantën e kaluar, Leonora ja huqi keq. Fillimisht i kërkoi Dolçes solidaritetin mes vajzave, duke thënë se femrat duhet të solidarizohen mes vete. Por në të njëjtën kohë ajo vetë sulmon Dolçen duke përpjekur ta ulë dhe ta diskreditoj për lidhjet që ka bërë brenda shtëpisë. Pra rregullat e saj vlejnë vetëm për të tjerët dhe jo për të. Edhe pse Dolçe ja shpjegoi shumë qartë se ajo ra në kundërshtim me vetveten brenda 1 minute, Leonora vazhdoi prapë me të sajën. Më pas, me të drejtë, edhe Limi dhe Olta ja shpjeguan qartë se po kryen paragjykime dhe po sulmon lirinë individuale të secilit për ta zgjedhur si të jetojë. Sinqerisht, është e vështirë të kuptohet pse Leonora Jakupi po zgjedh të luajë këtë rol kaq regresiv, duke shtyrë përpara ide të vjetruara dhe moralizime boshe. Donse mos të keq kuptohem, unë mendoj që duhet solidaritet me Albën. Dhe kur e sheh një vajzë që po vuan për një djalë të mos ndërhysh në lidhje.